Për të larë borxhet e mbetura që nga ish komunat, por dhe të reja të krijuara pas reformës territoriale administrative të 2015-s, qeveria do t'u jap 12 milion euro bashkive përmes aktit normativ që rishikon për herë të katërt buxhetin e shtetit është caktuar dhe fondi që do të përdoret nga njësitë e qeverisjes vendore me qëllim shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Ky fond shpërndahet 60% në bazë të stokut të detyrimeve të prapambetura dhe 40% sipas numrit të popullsisë së përdorur në formulën e shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitin 2025, thuhet në aktin normativ. Nga fondi prej 12 milion euro, gati 30% e tij e marrin 5 bashkitë që kanë dhe borxhet më të mëdha. Me përjashtim të Tiranës, e cila vlerësohet se i ka të gjitha kapacitetet financiare për të shlyer detyrimet, të 60 bashkitë e tjera do të marrin para nga kjo transfert e buxhetit të shtetit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në total të 61 bashkitë e vendit kanë 28.2 milion euro detyrimet prapambetura nga 32.5 milion euro që ishte vlera në fund të vitit 2024, edhe pse detyrimet e pushtetit vendor kanë ardhur në rënje, sëmundja e vjetër vijon. Pjesa dërmuese e tyre janë investime të kryera dhe të papaguara nga bashkitë, të cilat kanë 10 milion euro detyrime për investimet. Më pas janë borxhet për pagesat e energjisë elektrike, pagat e punonjësve dhe shpronësime rreth 7 milion euro, si dhe detyrimet për shërbime prej 5.3 milion euro.